Plani amerikan për armë pushimin në Gaza ka marrë vëmendje të gjerë ndërkombëtare pasi mbështetja e kryeministrit izraelit Netanyahu shihet si një hap i rëndësishëm drejt uljes së luftimeve. Dokumenti i hartuar nga Shtëpia e Bardhë parashikon ndalimin e menjëhershëm të operacioneve ushtarake, liri mbi brenda 3 ditësh të 20 pejqeve izraelite që mbahen gjallë nga Hamasi dhe kthimin e trupave të 10 të tjerëve që konsiderohen të vdekur. Në këmbim Izraeli është i gatshëm të lirojë qindra të burgosur palestineze të nisë rrëheqjen graduale të ushtrisë nga territori i Gazës. Burimet palestineze kanë konfirmuar se Hamasi ka marrë tashmë një dokument me 20 pika i cili përveç çështjes humanitare parashikon dhe krimin e një organi mbikëqyrës ndërkombëtar të quajtur Bordi i Paqes. Ky organ nuk do të drejtohet nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili i ka quajtur këtë nismë një ditë historike për paqen, duke shtuar se bota arabe dhe Izraeli kanë kërkuar personalisht të marrin rolin e garantuesit. Megjithatë, edhe pse plani lë të hapur perspektivën e një zgjedhje të qëndrueshme, ai nënvizoi se Hamasi nuk do të ketë asnjë rol në administrimin e arshëm të Gazës, çka shihet si një kusht i vështirë për të pranuar nga grupi militant. Netanyahu nga ana tjetër deklaroi se Izraeli është i vendosur ta çojë përpara objektivat e luftës dhe nëse Hamasi refuzon marrëveshjen, duke theksuar se kjo nuk mund të arrihet në mënyrë të lehtë ose në mënyrë të vështirë, por në fund do të përfundojë. Nga ana tjetër, udhëheqësit arab dhe europian kanë përshëndetur iniciativën amerikane duke e parë si një shans për t'i dhënë fund përshkallëzimit të dhunës, por dilimat mbetet të hapura nëse Hamasi do të pranojë marrëveshjen apo do të zgjedhë të vazhdojë rezistencën duke rrezikuar që konflikti të marrë përmasa dhe më të ashpra.